Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar vendimin për rritjen e pagës minimale, duke përcaktuar dy faza të reja të rritjes gjatë vitit 2027, sipas vendimit zyrtar me numër 10273 të datës 31 tetor 2025, i nënshkruar nga kryeministri në detyrë Albin Kurti, paga minimale do të jetë 425 euro bruto duke filluar nga 1 janari i vitit 2026 për një punë të rregullt me orar të plot 500 euro bruto duke filluar nga 1 korriku 2026, po ashtu për punë të rregullt me orar të plot. Me këtë vendim obligohet Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Administrata Tatimore e Kosovës dhe Inspektorati i Punës për zbatimin e tij. Ky vendim hyn në fuqi ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. Aktori dhe publicisti Çun Lajçi ka reaguar me një mesazh të fuqishëm publik drejtuar kryeministrit Albin Kurti, duke i inkurajuar që të marrë më vendosshmërisht drejtimin e vendit dhe të mos lëshojë përballë kundërshtimeve dhe interesave personale brenda institucioneve. Përmes një gjuhë figurative dhe të drejtë për drejtë, Lajçi thekson nevojën për udhëheqje të fortë, drejtësi të pa kompromis dhe përqendrim të mirëqenia e qytetarëve, duke e cilësuar këtë si një moment vendimtar për shtetin dhe shoqërinë. Në vim, shkrimi i tij plot. Albin, kapi frerët dhe kqyre popullin që po i hanë dhimbjet e veta. Se ishim kundër teje, pam, që vazhdojnë me qenë kundër teje, po e shohim që do të ecin përballë teje, tu vu prita mbrug, kjo s'ka dyshim se ka më ndodh. Asgjë e papame, asgjë e pazakond, kur një pish rritet me hove ja kalon majës së kërshit, myshqit ngjiten në lëvorën e saj e përpiqen me krymb që të thahet makullaj, kështu që ndodh edhe me njeriu që ka më shumë se të tjerët në krye mend, vizion dhe guxim për me mbajt qafën drejt. S'po e them unë, e ka thënë një njeri i madh. Kur lind gjeniu të vegjlit i dalin përpara e përpiqen me ja laku rrugën. Kjo ndodhi, kjo po ndodh, dhe kjo ka me ndodh edhe me ty. Por tani është koha tjetër, kapi frerët në dorë, ata që të kanë dalë prej dore kthehej në vijë, mos e zbut zemrën ndaj njeriu të tandë që punon për xhepin e vet e jo për shtetin. Të tillë ke mjaft në oborin e partisë tande në kuvendin e Kosovës. Ta kam pi duhanin, msheftas edhe Vitia, edhe Çeko, edhe Rozeta, edhe shumë të tjerë. Të kanë mashtru, mos u mashtro ma, se nuk mjafton veç mos me qenë hajn. Duhet me i njoh hajnat, duhet me i pre. Shëndetësia është në kolaps. Kultura është kalb, arsimi ka zbrit deri te alfabeti. Kapi frerët dhe këshyre popullin, që po i hanë dhimbjet e veta për mungesa ilaçesh, që po i numëron ditët e jo shpresat. Gjithçka është baboll. Tash, s'na duhet veç i pastër, na duhet i fort me e këput hajnin në oborrin tand, i fort me dhan popullit buk me hangër, se lirinë e gjetëm këtu, por liris i duhet edhe buk, ujë, edhe pak kryp, edhe pak sheqer. Liria pa buk, Albin, është veç fjalë, e ti duhesh me e kujtu se si po jetojmë, tu e shpresue për një të ardhme më të mirë, s'ka ma lavde djalosh, kam gjiku është për gjitha ta që të qojnë krye. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit të vitit të kaluar sollën rezultatin e dytë më të keq për lidhjen demokratike të Kosovës. Kjo ndikoi menjëherë në përplasje të brendshme në këtë parti, ku disa i dolën në mbrojtje të kryetarit Lumir Abligjiku e disa të tjerë kërkuan dorëheqje të menjëhershme. E në lidhje me zhvillimet e fundit në LDK për bota sot, foli analisti politik Gani Sharri. Fillimisht ai beson se Abligjiku vonë krye të LDK-s për të shkatruar atë, madje vlerëson se këtë e ka mision special. Lumir Abligjiku nuk vendos me meritas me dëshirë dhe vullnetin e antarëve të partisë në krye të LDK-s. Madje ai nuk u soll aty as vetëm nga Isa Mustafa siç është folur në vijimsi, por u katapultua në formë misterioze të vendimeve të pronto mafias nga një klik posible me mision special për shkatrimin e partisë së parë dhe më të madhe demokratike në Kosovë të formuar nga doktor Ibrahim Rugova. Andaj duket qartë se pa lejen e atyre që e vendosën Abligjiku pa qenë kurrë as antar i thjesht partie në krye të këtij segmenti dikur mbar shqiptar politik, ai tani as dorëheqjen nuk mund ta ofrojë pa miratimin e padronëve nga Afrika, se pas dorëheqjes së tij për LDK mund të hapet një kapitull i ri dhe rikthimi në gjeografinë e dikurshme të mbështetjes popullore.
Gjithashtu Qari u befasua me qasjen e kohëve të fundit të kryetarit të LDK-s ndaj mediave dhe kritikëve. Në këtë pikë ai kërkoi shkarkimin urgjent të Abdixhikut, pasi siç thot ai, nëse kjo nuk ndodh ai do të çojë deri në fund shkatrimin e partisë. Madje habit shumë veçanërisht gjua ironike dhe tepër paragjykuese e ditëve të fundit të Abdixhikut, si ndaj mediave ashtu edhe ndaj të gjithë kritikave të drejta dhe të arsyeshme që vinë brenda e jashtë LDK-s kundër tij, kështu që nëse Abdixhiku nuk shkarkohet urgjentisht nga forcat të vendimarrëse të LDK-s, druaj se ai do të çojë deri në fund shkërmoqjen totale të kësaj partie të parës e dikur më të madhes institucionale të Kosovës, kështu që pas shkarkimit të tij, LDK mund të ngrihet urgjentisht një komision hetimor për hulumtimin e mënyrës së zgjedhjes së Abdixhikut në krye të partisë, dëmet që ai ka shkaktuar asaj dhe misionin e vërtet për të cilin u katapultua me diktat të vendosur nga jashtë partisë në krye të LDK-s, akt që nuk ka ndodhur me asnjë segment tjetër politik në demokracinë e 26 viteve të post-çlirimit të vendit tonë, vlerësoi ndër të tjerë analisti.